Gjykimi, në fakt shpallja e gjykimit të gjykatës themelore në Prishtinë, departamentit special, është një gjykim i cili ka qenë edhe pritje e prokurorisë speciale, pas një pune të madhe dhe të stërngarkuar nga ana e prokurorisë speciale, Policisë së Kosovës, departamenteve përkatëse të hetimit, Agjencisë Kosovare të Inteligjencës dhe gjitha agjencive të tjera ligjzbatuese, po ashtu edhe partnerëve ndërkombëtar të cilët na kanë ndihmuar për ta zbardhur këtë rast në këtë gjykim. Prokuroria speciale natyrisht që nuk do të ndalet me kaq. Ju e dini që për prokurorinë speciale ky vendim është i mangë, përderisa nuk është edhe pjesa tjetër e përfshirë në akt akuzë me krye të akuzuarin këtë rast Milan Radojčić, por që prokuroria speciale do të bëjë gjitha përpjekjet që të njëjtit të sillen para organeve të drejtësisë. Ne realisht, siç e dini, javën e kaluar veç kemi arrestuar njërin prej pjesëmarrësve i cili dyshohet të ketë qenë në mënyrë direkte ose indirekte përfshirë në këtë rast, por që edhe përpjekjet tona do të jenë maksimale që edhe pjesa tjetër që mendoj që nuk janë në tash për tash të kapshëm për organet e drejtësisë do të sillen shumë shpejt para organeve të drejtësisë. Ne do të kërkojmë përmes sendimeve juridike ndërkombëtare që të njëjtit të arrestohen sikurse që është në fuqi flet arresti ndërkombëtar nga ana e Interpolit. Çka nëse Serbia nuk bashkëpunon? Është çështje që Serbia sigurisht do të bashkëpunojë sepse drejtësia nuk ka të bëjë fare me këtë rast me politikën. Drejtësia nuk ka kompromis në këtë rast me drejtësinë. Gjithë ata të cilët kanë urdhëruar, kanë financuar edhe kanë koordinuar këtë sulm, pa sulmin e datës 24 shtator 2023, do të përgjigjen para organeve të drejtësisë. Prokuror, sot i patëm dy